E tash jem në tufën e deleve Balusha, i spjegove veçorit të rritëse mbajtëse të bardhokës ndërkast të Balushës, cilat janë? Balusha ka karakteristika tjera. Balusha është mesh këngj, edhe qumsht, po jo si bardhoka. Bardhoka për qumsht dallan ma shumë për i tyne. Këto shkojnë ma shumë për marak. Të mund se i marrë njerëz për qefi, dikush 2, dikush 5, dikush asi. Me çmimin nuk o keq, mirë është. Po çka është një problem më i madh, siç e kam thënë edhe në ministri dhe çdo kohë. I këtë jashtë interesum me rujt këtë racë. Si racë autoktone. Edhe vetmja, nuk i s'ka diskutim kjo. Ju mendoni që Ministria e Bujqësisë apo nivelli qeveritar duhet ta ketë fondin për rujtje të racave autoktone? Gjithë thëmë si masmeje. Si masmeje çdo është, nëse do më ka një shtet funksionale, çdo shtet në botë, sa unë jam informuar, i bojnë rujtjen e racë edhe me një xhelozi, me një fanatizëm të madh, rujnë racën e vet, a veni jonë pak i intereson ajo punë. Sa që do janë kondo evropian, në Zvicrës, në verë dhe kështu që janë të i punu dhe projekte për me bon rujtjen e racë. Kryesisht racën Balush edhe Bardhok. Po shteti jonë s'është interesum sa shihet, nuk është shumë interesum këtë drejtim, se çdo vend e ruan. Keni ide ju, si mund të veproj shteti? A është çmimi i njëjtë për subvencionim për kokë deleve 15 euro është, apo? Si për Bardhok, si për Balush, si për Syk, edhe Syk është e Peshterit edhe Peshteri është yni. Por kemi raca që janë Merino, Virtenbergu, që janë do raca komerciale, janë ato. A mendoni që ato duhet ta kenë çmimin më të ulët se sa këto autoktonet? Jo, nuk janë për me dëmtu kërkan. Asë janë për me dëmtu. Ti të mbash... Po kjo i shdash nëse çka thirret racë autoktone, çdo kush e din. Duhet të ketë edhe pak favore. Duhet mi pas favore tjetra. Jo mja hek raca tjera, mja shumë kësaj, nuk jam për ata. Jam me bon një subvencionim të veçantë për racat autoktone. Pavarësisht të delet, apo të qet, apo të lupa. Si dhe edhe ato janë racat autoktone tonat. Pse ta lejojmë në ashta një shtet tjetër me mburë me racat tona, sikur se pëndodhë me qenën e Sharrit.